Pastroni frymarrjen dhe memorien. Përdorimi i kanellës në kafe. Sekreti i vogël në filxhanin tuaj të kafes. Ka zakone të vogla që i bëjmë çdo ditë, pa e kuptuar se sa shumë ndikojnë në shëndetin ton. Një filxhan kafe në mëngjes është për shumë njerëz ritual i shenjtë. Aroma që zgjon shisat, shija që të rikthen energjinë dhe momenti i qetësisë para se dita të fillojë vrullshëm. Por çfarë do të ndodhte sikur ky filxhan i zakonshëm të shndërrohej në një ilaç natyral për frymarrjen dhe memorien tuaj? Këtu hyn në skenë kanella, një erëz e lashtë, e thjesht në pamje, por jashtëzakonisht e fuqishme në veprim. Në këtë seri artikuj do të zbulojmë pse gjithnjë më shumë nutricionist, mjek alternativ dhe studiues sugjerojnë shtimin e kanellës në kafe. Çfarë ndodh realisht në trupin tuaj dhe pse ky kombinim po konsiderohet si një nga zakonet më të mençura të mëngjesit? Kanella më shumë se një erëz për ëmbëlsira. Kanella nuk është një trend modern. Ajo përdore që në kohët e Egjiptit të lashtë, jo vetëm për gatim, por edhe për mumifikim, për shkak të vetive të saj antibakteriale. Në mjekësinë tradicionale kineze dhe ajurvedike, kanella është përdorur për shekuj me radhë për pastrimin e rrugëve të frymarrjes, forcimin e trurit dhe përqendrimit, përmirësimin e qarkullimit të gjakut, luftimin e infeksioneve, ngrohjen e trupit nga brenda. Sot, shkenca moderne po vërteton shumë prej këtyre përfitimeve me studime konkrete. Pse pikërisht në kafe? Kafeja vetë është një stimulues i fuqishëm. Ajo rrit vigjilencën, energjinë dhe fokusin, por për disa njerëz, kafeja sjell edhe efekte anësore si erë e rënde e frymës, nervozizëm, rrahje të shpejta zemre, mjegullim të mendjes pas disa orësh. Kanella, kur kombinohet me kafen, vepron si balancues natyral. Ajo nuk e zbe efektin e kafes, por e rafinon dhe e pasuron atë. Si ndikon kanella në frymarrje? Një nga përfitimet më të menjëhershme që njerëzit vërejnë është frymarrja më e pastër. Kanella ka veti të forta, antibakteriale, antifungale, antiseptike. Kur shtohet në kafe, ndihmon në eliminimin e baktereve në gojë, redukton erën e keqe të frymës, pastron rrugët e sipërme të frymarrjes, krijon ndjesë freskie dhe ngrohtësie në të njëjtën kohë. Shumë dentistë pranojnë se bakteret që shkaktojnë erën e keqe të gojës nuk zhduken vetëm me larjen e dhëmbëve. Ato jetojnë edhe në gjuhë, fyt dhe traktin e sipërm respirator. Kanella vepron pikërisht aty. Kanella dhe truri i lidhja që nuk e prisnit. Ajo që e bën këtë zakon edhe më interesant është ndikimi i kanellës në memorie dhe funksionet njohëse. Studimet të fundit kanë treguar se përbërësit aktiv të kanellës përmirësojnë komunikimin mes qelizave nervore, ndihmojnë në rritjen e përqendrimit, mund të ngadalsojnë proceset e rënjes së memorisë. Në veçanti një përbërës i quajtur cinnamaldehyde ndihmon trurin të përballojë stresin oksidativ, një nga shkaqet kryesore të lodhjes mendore dhe harresës. Kur kjo erës kombinohet me kafein, efekti stimulues zgjat më shumë. Shmanget rënja e menjëhershme e energjisë. Mendja qëndron më e kthjellët për orë të tëra. Një zakon i vogël që ndryshon rutinën e mëngjesit. Imagjinoni këtë skenar. Ju pini kafen e mëngjesit dhe në vend që të ndiheni të lodhur pas 2 orësh, ndiheni më të fokusuar, me frymarrje më të freskët, më të qetë mendërisht, me energji të qëndrueshme. Ky nuk është premtim magjik, por rezultati një kombinimi të thjesht natyror. Çfarë lloj kanelle duhet përdorur? Jo çdo kanellë është e njëjtë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë 2 lloje kryesore. Kanella ceylon e vërteta, më e butë, më aromatike, më e shëndetshme. Kanella casia më e fortë, më e lirë, por në sasi të mëdha mund të jetë e dëmshme. Për përdorim të përditshëm në kafe, rekomandohet kanella ceylon, sepse ka më pak kumarin, substancë që mund të dëmtojë mëlçin. Është më e sigurt për konsum afatgjatë. Ka shije më të balancuar. Sa kanellë duhet shtuar në kafe? Më pak është më shumë. Sasia ideale. 1 maj luge çaji për 1 filxhan kafe. Kjo mjafton për të marrë përfitimet pa e mbingarkuar trupin. Kanella nuk duhet zier gjatë. Mjafton të shtohet mbi kafen e nxehtë ose gjatë përgatitjes së kafes turke. Kush përfiton më shumë nga ky zakon? Ky kombinim është veçanërisht i dobishëm për persona mbi 35 vjeç, njerëz që punojnë shumë me mendje, student, persona që vuajnë nga era e keqe e frymës,
Ata që ndihen të lodhur mendërisht. Persona që kanë probleme me përqendrimin. Por edhe të rinjt mund të adoptojnë si mas parandaluese. Një paralajmërim i rëndësishëm. Edhe pse kanella është natyrale, ajo nuk duhet tepruar. Persona që janë shtatësëna, kanë probleme serioze me mëlçin. Marrin ilaçe për hollimin e gjakut. Duhet të konsultohen me mjekun para përdorimit të përditshëm. Çfarë ndodh në trup pas 7 ditësh përdorimit të rregullt? Shumë zakone duken të parëndësishme në fillim, por ndikimi i tyre zbulohet me kalimin e ditëve. Përdorimi i kanellës në kafe është një prej atyre ndryshimeve të vogla që nuk I ndjen menjëherë si tronditje, por që veprojnë gradualisht në heshtje brenda trupit. Pas 7 ditësh përdorimi të rregullt, shumica e njerëzve raportojnë ndryshime të qarta, jo vetëm në energji, por edhe në frymëmarrje, përqendrim dhe qetësi mendore. Dita 1-2. Ndryshimi I parë që vjen nga goja dhe frymëmarrja. Në ditët e para, efekti më I shpejt vërehet në shijen e gojës, frymëmarrjen, ndjesin pas kafes. Kanella fillon të luftojë bakteret në zgavrën e gojës dhe fyt, duke reduktuar erën e rënd pas kafes. Lën një ndjesë freskie më të gjatë. Parandaluar tharjen e gojës. Shumë njerëz vërejnë se nuk kanë më nevojë për çamçakës pas kafes. Dita 3-4. Mendja bëhet më e kthjellët. Këtu fillon ndryshimi më interesant, truri. Në këtë fazë, përqendrimi zgjat më shumë. Mendja nuk lodhet aq shpejt. Ka më pak shpërqendrim. Kanella ndihmon në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak, gjë që ka ndikim direkt në funksionimin e trurit. Kur sheqeri nuk luhatet fort, mendja qëndron më e qetë dhe më e fokusuar. Kjo është arsyeja pse shumë persona që vuajnë nga harresa e lehtë, kutimi mendor, lodhja mendore, e ndjejnë përmirësimin pikërisht pas disa ditësh. Dita 5-7. Energjia bëhet e qëndrueshme, jo nervoze. Një nga ankesat më të shpeshta për kafen është se më jep energji, por më bën nervoz. Më rreh zemra. Më bie energjia papritur. Kanella ndihmon në zbutjen e këtyre efekteve. Pas një jave, energjia është më e qëndrueshme. Ka më pak ankth pas kafes. Nuk ka rënje të menjëhershme të përqendrimit. Kjo ndodh sepse kanella ndihmon trupin të përballojë më mirë stimulimin e kafeinës. Kanella dhe stresi mendor. Një përfitim që shpesh nënvlerësohet është ndikimi I kanellës në stres dhe ankth të lehtë. Ajo ndihmon në uljen e stresit oksidativ në tru, përmirësimin e qarkullimit të gjakut në sistemin nervor, krijimin e ndjesisë së ngrohtësisë dhe rehatisë. Kjo shpjegon pse aroma e kanellës lidhet shpesh me ndjesi sigurie dhe qetësie. Nuk është rastësi, truri reagon drejt për drejt ndaj saj. Gabimet që njerëzit bëjnë kur përdorin kanellën në kafe. Edhe një zakon I shëndetshëm mund të kthehet në problem nëse bëhet gabim. Gabimi 1, teprimi me sasinë. Më shumë kanellë nuk do të thotë më shumë përfitim. Përkundrazi, mund të irritoj stomakun, mund të shkaktoj dhimbje koke, mund të lodh mëlçin. Gabimi 2, përdorimi I kanellës së gabuar. Kanella casia e përdorur çdo ditë nuk rekomandohet për konsum afatgjat. Gabimi 3, shtimi I sheqerit bashkë me kanellën. Sheqeri anulon pjesërisht efektin e kanellës, sidomos për memorien dhe përqendrimin. Kombinime të tjera të fuqishme me kafe dhe kanellë. Për ata që duan të shkojnë një hap më tej, ja disa kombinime të sigurta. Kafe, kanellë, qumësh bajameje për tretje më të mirë. Kafe, kanellë, mjalt pak për fytin dhe imunitetin. Kafe, kanellë, kakao e zezë për tru dhe humor. Gjithmonë në sasi të vogla dhe pa e tepruar. A është ky zakon për të gjithë? Për shumicën e njerëzve po, por ka përjashtime. Duhet kujdes nëse ke stomak shumë të ndjeshëm, vuan nga refluksi I rënd, ke alergji ndaj erëzave. Në këto raste rekomandohet provë me sasi minimale ose këshillim mjekësor. Efektet afatgjata, kujtesa dhe mbrojtja e trurit. Ndryshimet e vërteta në trup nuk ndodhin brenda një nate. Ato ndërtohen ngadalë, ditë pas dite, zakon pas zakoni. Përdorimi I kanellës në kafe nuk është një kurrë e shpejtë, por një investim afatgjat për trurin dhe mirëqenien mendore. Pas 3-4 javësh përdorimit të rregullt, efektet fillojnë të konsolidohen dhe bëhen më të qëndrueshme. Trupi nuk reagon më si ndaj diçkaje të re, por e pranon këtë kombinim si pjesë të rutinës së tij natyrore. Një muaj më vonë,
Çfarë ndryshon realisht? Pas rreth një muaji, shumë njerëz raportojnë përmirësim të kujtesës afat shkurtër, më pak hutim gjatë ditës, përqendrim më të qëndrueshëm, frymarrje më të pastër edhe pa kafe, ndjesi më të mirë të energjisë mendore. Këto ndryshime nuk janë rastësore. Ato lidhen drejt për drejt me veprimin antioksidues dhe neurombrojtës të kanellës. Kanella dhe mbrojtja e trurit nga plakja. Plakja e trurit nuk lidhet vetëm me moshën, por edhe me stresin kronik, oksidimin e qelizave nervore, luhatjet e sheqerit në gjak. Kanella vepron pikërisht në këto pika kyçe, si ndihmon konkretisht, ul inflamacionin nervor, mbron qelizat e trurit nga dëmtimi, ndihmon në ruajtjen e lidhjeve nervore, mbështet funksionet njohëse me kalimin e viteve. Disa studime sugjerojnë se kanella mund të ketë rol mbështetës në ngadalësimin e rënjes njohëse, veçanërisht kur shoqërohet me stil jetese të shëndetshëm. Kujtesa afatgjatë dhe mësimi. Një nga përfitimet më interesante lidhet me aftësinë për të mësuar dhe mbajtur mend informacion të ri. Persona që konsumojnë rregullisht kanellë në doza të vogla raportojnë përthithje më të mirë të informacionit, më pak lodhje mendore gjatë leximit, rikujtim më të shpejtë të detajeve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për student, persona që punojnë me shifra dhe analizë, njerëz mbi 40 vjeç. Frymarrja e pastër, efekt që mbetet. Ndryshe nga çamçakëzët apo sprejet për frymarrje, kanella nuk e maskon erën, por lufton shkakun. Pas përdorimit të rregullt, bakteret në gojë reduktohen. Mukoza e fytit bëhet më e shëndetshme. Frymarrja mbetet më e freskët edhe orë pas kafes. Ky efekt është veçanërisht i dukshëm te personat që pinë shumë kafe, flasin shumë gjatë ditës, punojnë në ambiente të mbyllura. Këshilla praktike nga specialistë. Ekspertët e ushqyerjes natyrale sugjerojnë: përdoreni maksimumin një herë në ditë. Zgjidhni gjithmonë kanellë ceylon. Shmangni kanellën në mbrëmje, stimulon trurin. Kombinoni me ujë gjatë ditës për hidratim. Një zakon i mirë nuk ka nevojë të jetë ekstrem, duhet të jetë i qëndrueshëm. Kur nuk duhet përdorur çdo ditë, edhe zakonet e mira kanë përjashtime. Nuk rekomandohet përdorimi i përditshëm nëse keni probleme serioze me stomakun, vuani nga ulqera aktive, keni ndjeshmëri të lartë ndaj erëzave. Në këto raste, përdorimi 2-3 herë në javë është alternativë më e sigurt. Një zakon i vogël, një ndikim i madh. Një maj kanelle në kafe mund të duket gjë e vogël, por në realitet ndikon në frymarrje, mbështet memorien, qetëson mendjen, përmirëson cilësinë e ditës. Nuk ka nevojë për suplemente të shtrenjta apo metoda të komplikuara. Ndonjëherë zgjidhjet më të mira fshihen në zakonet më të thjeshta. Përfundim. Nëse po kërkoni një mënyrë natyrale për mendje më të kthjellët, frymarrje më të freskët, energji të qëndrueshme, atëherë kanella në kafe është një zgjedhje e mençur për të provuar.